Kisha një pyetje thotë në lidhje me obligimin e prindit me fëmijën dhe anasjellës, sepse kam dëgjuar një fëmijë që i thoshte prindit, nuk e kam për obligim me u kujdes për ju sepse më keni lindur pa më pyetur. Jetojmë në një botë çuditshme dhe edhe këtë do ta dëgjojshim. Megjithëse na merrte mendja kurse mund ta dëgjojshim, po edhe këtë e kemi dëgjuar. Faktikisht e kam parë që diku në një shtet perëndimor fëmia i ka hedhur prindërit e tij në gjyq se e kanë lindur pa vullnetin dhe pa dëshirën e tij. Për këtë arsye neve si prindër kemi shumë detyrime ndaj fëmijëve tanë. Dhe detyrimi më i rëndësishëm që ne kemi ndaj fëmijëve tanë është të orientojmë tek besimi në Zot, dhe të ushqejmë dashurinë për Zotin qysh në moshë të vogël. Dashurinë për Allahun, besimin në botën tjetër, besimin në librat e shenjtë. O vëllezër dhe motra që na ndiqni këto momente. Jemi në një kohë që synohet dhe është vënë në objektiv familja dhe shkatrimi i familjes. Ky është synimi. Ndërkohë që në Islam sfitohet xheneti pa kënaqësinë e prindërve. Ndërkohë që në Islam xheneti është nën këmbët e nënës. Ndërkohë që në Islam kënaqësia e Zotit është tek kënaqësia e prindit. Hidhërimi i Zotit është tek hidhërimi i prindit. Ndërkohë që në Islam mos e thuj as mos shfaq mërzitje përpara prindit. Për këtë arsye, domethënë, nuk është e rëndësishme që njeriu të sjellë thjesht fëmijën në jetë, po t'i edukojë. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara." O ju që keni besuar, ruajini veten, por ruajini dhe familjet tuaja dhe fëmijët tuaj nga zjarri i xhenemit. Ne si prindër kemi këtë përgjegjësi të madhe, që t'i orientojmë, t'i edukojmë drejt Zotit, drejt besimit në Zot, drejt dashurisë për Zotin. Kjo është detyra jonë, obligimi ynë. Se ja çfarë ndodh? Gjejmë edhe të tilla, le të themi, çuditëra në mënyrën se si njerëzit i trajtojnë gjërat. Pra sipas kësaj logjike, prindërit janë fajtorë. Subhanallah. Ndërkohë që Zoti i Madh orienton për martesën, orienton për familjen, orienton për të pas fëmijë, në mënyrë që të vazhdojë jeta në tokë dhe adhurimi i Zotit xhelaluhu deri në atë moment kur Zoti i Madh e ka shkruar që kjo botë të shkatërrohet.